Personi që shihni në foto është 30 vjeçari Jurgen Karaj, I cili rezultoni I zhdukur pasi makina ku ndodhej si pasagjer ra në një përrua në fshatin Dars të Klosit. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit kur mjeti tip Audi me targa angleze humbi kontrollin dhe përfundoi në ujë. Së bashku me Karaj në makinë ishte edhe 24 vjeçari Andi Llosha, drejtuesi I automjetit. Llosha ka arritur të dalë vetë nga makina dhe ka shpëtuar, ndërsa dyshohet se Karajin e ka marrë rrjedha e përrojit. Policia e ka arrestuar 24 vjeçarin pasi ai u largua nga vendngjarja pa njoftuar autoritetet dhe pa I dhënë ndihmë pasagjerit që ndodhej ende në automjet. Testi I alkoolit e ka nxjerrë atë në gjendje të dheur në momentin e aksidentit. Ndërkohë, kërkimet për gjetjen e Jurgen Karajit vijojnë. Shërbimet e policisë dhe polumbarët e Reneas vijojnë kërkimet për gjetjen e pasagjerit që dyshohet se e ka marrë rrjedha e përrojit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.